Jemi këtu në magjistralën Prishtinë-Ferizaj, ku dje dhe sot është ndalur qarkullimi i automjeteve për shkak të sasisë së madhe të ujit mbi rrugë. Shumë qytetarë të cilët nuk kanë qenë të informuar për këtë situatë janë përballur papritur me bllokimin, duke u detyruar të ndalen, të kthehen më rapsh ose të kërkojnë rrugë alternative për ta vazhduar udhëtimin. Ne, si Agjenci e Lajmeve Kosova Press, kemi tentuar të marrim prononcime nga qytetarët dhe bizneset të cilat janë në këto zonë, por megjithatë ata nuk kanë qenë të gatshëm të flasin para kamerave lidhur me këtë situatë, por uji ka deportuar edhe tek hapësirat e disa bizneseve. Ndërsa ushtruesi i detyrës së Ministrisë së Infrastrukturës, Hysen Durmiqi, ka shkruar se në rrugën Prishtinë-Ferizaj ende kemi bllokim si pasojë e sasisë së madhe të ujit të grumbulluar në rrugë, e shkaktuar nga kyçet ilegale në kanalet e ujrave atmosferike. Por megjithatë dje nuk janë parë që ndonjë ekip ka intervenuar, por tani po shihen teksa intervenojnë për ta eliminuar këtë pengesë.